Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar përgjegjësi nga organet e rendit dhe institucionet, të cilat dje devijuan rrugën e studentëve shqiptar të nisur nga Tirana për të marrë pjesë në protestën studentore. Sipas koordinatores së grupit parlamentar Ina Ajdari, ngjarjet e djeshme treguan fytyrën e vërtetë të këtij pushteti, duke dëshmuar frikë nga studentët, frikë nga pakënaqësia qytetare dhe frikë nga çdo gjë ose zë që nuk mund ta kontrollojë. Përgjegjësinë për këto pengesa drejt studentëve shqiptar, Ajdari e kërkoi nga zëvendës kryeministri Bekim Sali, po edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai. Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali. Opinioni publik meriton përgjigje të qarta, kush dha urdhër për ndalimin e studentëve dhe mbi çfarë baze ligjore u pengua protesta. Kërkojmë gjithashtu identifikim dhe përgjegjësi për çdo person dhe institucion që ka marrë pjesë në kufizimin e të drejtave kushtetuese të studentëve. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes në momentet kur qytetarët presin qëndrim dhe përgjegjësi. Ajdari tha se studentët me protestën e djeshme treguan guxim, dinjitet dhe kulturë demokratike. Ajo shtoi se protesta studentore tregoi se demokracia nuk mbrohet në heshtje, por me zë qytetar. Mesazhi ynë për pushtetin është po aq i qartë. Liria e protestës nuk është privilegj që qeveria e jep ose e merr sipas dëshirës. Ajo është e drejtë kushtetuese dhe askush nuk ka të drejtë ta kufizojë ose ta keqpërdorë. Nuk ekziston demokraci funksionale kur studentët ndalohen në kufi, kur protestat pengohen dhe kur pushteti sillet sikur zëri kritik është armik i shtetit. Grupi parlamentar i Frontit Evropian do të ndjekë këtë rast deri në fund në kuvend, para opinionit dhe para të gjitha institucioneve kompetente. Kjo nuk është hera e parë që partitë politike shqiptare përplasen nën temën e protestave studentore dhe kërkesave të tyre. Edhe ditëve që lan pas, pozita dhe opozita janë përplasur për politizim të protestës dhe mungesë të fuqisë politike për të ofruar zgjidhje studentëve dhe kërkesave të tyre.